Ministri i Mbrojtjes Ahmet Krasniqi, kina i diçka të më një detaj interesant, sepse është vrasë, është përfull shumë herë për vrasjen e Ahmet Krasniqit. Ti ke qenë njëri afërt me të dhe besoj ki pak informacion. Po tani mund të flas, unë fatbarësisht kam pas, në atë fat që kam pas një udhëheqës kur ka qenë Ahmet Krasniqi, që besoj se një njifemi gjithë prorët, oficierët të Kosovës njifemi në mes veti, ka qenë njëri më i duhur, më i përgatitur edhe profesionalisht edhe kombëtarisht edhe bash i dedikuar për atë pozitë që ai e ka pas. Edhe përpjekjet tona po edhe tatina në udhëheqjen e tij kanë qenë që ne thjesht të jemi në shërbim të luftës për pavarësinë e Kosovës. Edhe çdo gjë që ka bë me shumë përpjekje, edhe një herë vetëm e kam thënë në jetën time, ai shpesh herë ka qenë edhe ministër, edhe komandant, edhe kryeministër, edhe kryetar. Se situata politike edhe brenda Kosovës edhe jashtë Kosovës ka qenë e tillë që ai shpeshherë ka dalë në rolin e këtyre që e thash, sepse është dashur të veproj në atë mënyrë. Tër jeta e tij, edhe profesionale, edhe fizike, edhe psiqike, edhe atletare, edhe kombëtare ka qenë në shërbim të luftës. Pse është vrarë Ahmet Krasniqi, me përgjegjësi të madhe, them që është vrarë sepse ka qenë pengesë për ecurinë e luftës drejt pavarësisë të Kosovës. Me vrasjen e tij ka ndryshuar shumë gjëra, edhe rrjedhat kanë shkuar pak më ndryshe. Interesi kujt ka qenë që të vrahet, ka qenë atyre që se kanë dashur Kosovën, sinqerisht po them, edhe pavarësinë e Kosovës. Po kush e ka vrarë dhe kush është më tepër njerëzit merren me thashë theme, me konspiracione, edhe nuk është nder që të merren me ato gjëra, sepse më shumë e dëmtojnë imazhin edhe atëherë edhe tash. Edhe shumë njerëz tash që flasin si më vonë të mençur nga kjo perspektivë, jo nga perspektiva e atëhershme kur ka ndodhur gjërat atëherë. Padyshim që është mungesë e madhe për Kosovën, edhe Ahmet Krasniqi, po besoj që Ahmet Krasniqi ashtu që shka qenë ka me ngel deri sa të ekziston Kosova. Ka mu përmend Ahmet Krasniqi, sepse ka qenë i tillë që duhet të përmend. Shkurtimisht, kur jemi këtu, Gjeneral Deshta, a ka pas FARC në Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës? Po, këtu ka qenë një përplasje doktrinave, ka qenë sepse ne si ushtarak profesionist nuk kemi qenë traditur as partijakisht, as ideologjikisht askund. E kemi një rrjedhor të shtetë formimit të Kosovës në bazë zhvillimeve politike brenda në Kosovë gjatë kohës shpërbërjes të ish Jugosllavisë, sidomos rrahjes së murit Berlinit ose Perlit të Hekur që e përmeni general. Ne kemi vlerësuar që ajo vazhdueshmëri duhet të ndjeket dhe të veprojë në aspektin kushtetues konstitutiv për një shtetë formim në baza institucionale ligjore, vendore dhe ndërkombëtare. Dhe ne kemi thënë si çdo shtet që duhet të ekzistojnë forcat armatose të Republikës të Kosovës si një komponent kushtetuese për me dhënë funksionimin më të mirë edhe më të rrjedhshëm për zhvillimet që i bën Ushtria Qëllimtare. Për kolonel, kështu në vijat luftës nuk ka pas FARC, ka pas veç UÇK. FARC është komponent kushtetuese, kurse gjithë ne, edhe shefi i shtabit, kur është emëruar shefi i shtabit të UÇK-s Bisnim Zirapi, me 11 maj 98-s, në bashkëpunim me drejtorinë politike të UÇK-s, është bërë marrëveshje që gjithë që hinë në Kosovë të vehen në shërbim të Ushtrisë Qëllimtare dhe vetëm Ushtria Qëllimtare është ajo që vepron edhe që e ka rolin për çlimin e Kosovës. Edhe kështu kena vepruar deri në fund të luftës. Shiko, tentativa që u bën në pranverën në Qëshora, ku u bën në pranverë për të futur trupa paralel, ishte gabim më i rëndë që ndodhi në atë kohë.
Dhe për këtë, nuk e di se çfarë ideje kanë pas. Por... Shpjegojmë. Më falë. Për mua, është gabim që krijoi dashje pa dashje konflikt në zonën e Dugaxhinit. Hyri pa kooperim, pa kontakt, pa e pranuar kontaktin, pa e pranuar unitetin, uniformitetin, pavarësisht nga uniforma. Se uniforma UÇK ishin, edhe atyre që hytën në pranverë në vitin 98. Kështu që pas pikërisht ky është konflikti kur Fuadit i kam kërkuar që shefin tënd e kam pyet për shprehimisht, a ke shef? Po kam. Shefi vetë pas nesër të viga unë. Si urdhon të haj, shkojmë punë vetë, pas nesër kur erdhi Ahmet Krasniqi, që për mua, po them edhe unë, me superlativa e kujtoja atë burr. Unë nuk do të them emërtesa kështu, unë kam mbajtur një qëndrim statik pas 97-ës në Shqipëri. Kishte tentativa përsëri për ta destabilizuar Shqipërinë me qëllim që të destabilizohej Kosova këtej. Dhe mendoj që pikërisht për këtë arsye u vra edhe Azem Hajdari, sepse Azem Hajdari kishte shumë simpatizant në gjithë Shqipërinë, domethënë njerëz të shkancë, të zotë, kështu, dhe mendohen që po vra Azem Hajdari, Shqipëria do marr flak direkt në gjitha zonat, që nuk u bosh i gjysh zotit, nuk që ashtu. Dhe kur u pa se nuk ndezi kjo, vetëm një javë më vonë, u vra Mehdi Shkret, që ishte vërtet një ushtarak brillant, u vra pas Borxhaskujt, dhe qëllimi ishte thjesht për të krijuar këtë konfliktin e emërtesave, FARC UÇK. Dhe realisht ata që quhenin veten FARC, pavarësisht se ishin me uniformë UÇK-ja, ranë në atë kurs. Se me njëherë filluan të akuzojnë që na ka vrarë UÇK-ja, Ahmetin, më kupton? Filluan të përmendin edhe emra, edhe budalliqe, edhe tjera. Por mirë që nuk shkoj më tutje ky lloj konflikti, sepse tendenca pikërisht për këtë punë është realizuar edhe ajo. Ama unë di një gjë. Nëse Ahmeti do ishte gjallë, në funksion, ai Ahmet me cilin unë kam biseduar shumë herë, qoftë në zyrën e tij në Tiranë, qoftë në zyrën time në Bugës, shumë gjëra do kishin shqetësur shumë më mirë në interes të luftës. Shumë më mirë. Po duhet ta dëgjoni. Kurse tani unë befasohem, domethënë, ai burr me gjithë ato autoritet që kishte, tani unë befasohem kur bëhen deklarata që jo ai s'ka qenë ministër, nuk ka qenë emëruar kurrë nga